Superushimet për një zemër të shëndetshme. Zemra. Motori i jetës dhe ushqimi që e mbron hyrje. Pse zemra ka nevojë për kujdes të përditshëm? Zemra nuk pushon kurrë. Ajo rreth 100.000 herë në ditë. Pompon mbi 7.000 litra gjak dhe furnizon çdo qelisë të trupit me oksigjen dhe ushqyes. Megjithatë, pavarësisht rolit të saj etik, zemra shpesh neglizhohet derisa shfaqet problemi i parë serioz. Sëmundjet kardiovaskulare janë shkaku numër 1 i vdekjeve në botë. Por lajmi i mirë është ky: shumica e tyre mund të parandalohen. Një nga armët më të fuqishme që kemi në duar është ushqimi. Jo dieta ekstreme, jo mrekulli të rreme, por superushqime natyrale të vërteta që punojnë në heshtje çdo ditë për të pastruar enët e gjakut, ulur kolesterolin e keq, stabilizuar tensionin, reduktuar inflamacionin, forcuar muskulin e zemrës. Në këtë seri do të zbulojmë ushqimet më të fuqishme për shëndetin e zemrës, të mbështetura nga shkenca dhe përvoja shekullore. Çfarë janë superushqimet për zemrën? Termi superushqim nuk është marketing bosh. Ai përdoret për ushqime që kanë densitet shumë të lartë ushqyes, përmbajnë antioksidant, fibra, yndyra të mira, veprojnë drejt për drejt në shëndetin kardiovaskular. Superushqimet për zemrën ulin rrezikun e infarktit, përmirësojnë elasticitetin e arterieve, mbrojnë nga mpiksja e gjakut, balancojnë ritmin e zemrës, dhe më e rëndësishmja, ato janë ushqime që mund t'i konsumoni çdo ditë. Armiku i heshtur i zemrës moderne. Para se të hyjmë te superushqimet, duhet të kuptojmë çfarë dëmton zemrën sot. Ushqime ultra të përpunuara, sheqer i tepërt, kripe e fshehur, yndyra trans, stres kronik, mungesë aktiviteti, inflamacion i vazhdueshëm. Zemra nuk sëmuret brenda natës. Ajo lodhet ngadalë ditë pas dite. Superushqimet janë kundërhelm ndaj këtij dëmtimi të përditshëm. Superushqimi 1. Vaji i ullirit ekstra i virgjër, ari i lëngshëm i zemrës. Nëse do të kishte një ushqim të vetëm që mbron zemrën, ai do të ishte vaji i ullirit ekstra i virgjër. Pse është kaq i fuqishëm? Vaji i ullirit përmban yndyra mono të pangopura, polifenole anti-inflamatore, vitamine mbrojtëse. Këto përbërës ulin kolesterolin LDL i keqi, rrisin HDL i miri, mbrojnë arteriet nga oksidimi, reduktojnë presionin e gjakut. Studimet tregojnë se njerëzit që konsumojnë rregullisht vaj ulliri kanë më pak infarkte, më pak goditje në tru, jetë më të gjatë. Si ta përdorni siç duhet. Gjithmonë ekstra i virgjër. Mos e digjni në temperatura shumë të larta. 1-2 lugë gjelle në ditë janë ideale. Sekreti nuk është sasia, por cilësia dhe vazhdimësia. Superushqimi 2. Peshku i yndyrshëm mbrojtësi i arterieve. Salmoni, sardelet, skumbria dhe toni janë ilaç natyral për zemrën. Çfarë bën peshkun kaq të veçantë? Ai është burim i pasuri, omega 3, PFDH, proteinave të pastra, vitaminës D, omega 3, ulin trigliceridet, parandalojnë piksjen e gjakut, stabilizojnë ritmin e zemrës, reduktojnë inflamacionin arterial. Sa shpesh duhet konsumuar? 2-3 herë në javë. Preferohet i pjekur, i zier ose në avull. Shmang peshkun e skuqur. Zemra e do peshkun, por jo vajin e djegur. Superushqimi 3. Arat mbrojtje në një grusht. Arat janë të vogla, por jashtëzakonisht të fuqishme. Përfitimet kryesore për zemrën. Arat përmbajnë omega 3 bimore, fibra, antioksidant. Ato ulin kolesterolin total, përmirësojnë funksionin e enëve të gjakut, reduktojnë inflamacionin. Vetëm një grusht ara në ditë mund të ulë ndjeshëm rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Kujdes, konsumojini të papërpunuara ose të pjekura lehtë, pa krip të shtuar. Superushqimi 4. Hudra antibiotiku natyral i zemrës. Hudra është përdorur për mijëra vjet si ilaç. Si ndihmon zemrën? Hudra ul presionin e gjakut, ul kolesterolin, hollon gjakun në mënyrë natyrale, parandalon ngjitjen e trombociteve. Substanca aktive allicina aktivizohet kur hudra shtypet, coptohet, lihet 10 minuta para përdorimit.
Si ta përdorni? 1-2 thelpinj të freskët në ditë. Në sallata, kos ose me vaj ulliri. Mesazh i rëndësishëm për këtë pjesë. Zemra nuk kërkon perfekcion, por zgjedhje të mira çdo ditë për një kohë të gjatë. Superushqimet nuk janë mrekulli të menjëhershme, por investimi i sigurt për jetën. Frutat dhe perimet që shpëtojnë zemrën. Frutat, sheqeri natyral që mbron arteriet. Frutat nuk janë thjesht ëmbëlsira të natyrshme. Disa prej tyre përmbajnë antioksidant të fuqishëm dhe fibra që ul kolesterolin LDL, reduktojnë inflamacionin, forcojnë enët e gjakut. Mjedrat ngjyra që shpëton zemrën. Mjedrat përmbajnë flavonoide dhe antocianina që parandalojnë oksidimin e kolesterolit të keq, përmirësojnë qarkullimin e gjakut, reduktojnë tensionin e gjakut. Këshill praktike. Një gotë mjedra çdo ditë, të freskëta ose të ngrira, është më shumë se një vitamin për zemrën. 2 boronicat, mbrojtësit e enëve. Boronicat janë një tjetër burim i fuqishëm i antioksidantëve. Përmirësojnë fleksibilitetin e arterieve. Ulin inflamacionin kronik. Ndihmojnë në rregullimin e ritmit të zemrës. Sekreti, boronicat nuk duhet të kenë sheqer të shtuar. Konsumimi i tyre natyral është më efektiv. 3. Fijet e mollës, fibra që pastrojnë arteriet. Molla nuk është vetëm një frut klasik. Lëkura dhe pulpëja janë të pasura me fibra të tretshme që ulin kolesterolin, polifenole që mbrojnë arteriet. Këshill: hani mollë me lëkurë, pasi aty gjendet pjesa më e madhe e antioksidantëve. Perimet, mburoja natyrale e zemrës. Perimet kanë një rol kyç në mbrojtjen e zemrës. Ato janë të pasura me fibra dhe minerale, përmbajnë vitamina antioksiduese, ndihmojnë në uljen e tensionit dhe kolesterolit. 1. Spinaçi dhe gjethet e gjelbra. Burimi i acidit folik dhe magnezit. Redukton homocisteinën, një substancë që dëmton arteriet. Përmirëson qarkullimin e gjakut dhe funksionin e endotelit. Truku: konsumojeni si sallatë, në smoothie ose të zier lehtë për të ruajtur vitaminat. 2. Brokoli, armiku i arterieve të bllokuara. Brokoli është i pasur me sulforafan, një antioksidant që lufton inflamacionin, përmirëson elasticitetin e arterieve, ul rrezikun e arteriosklerozës. Këshill: zieni brokolin pak ose konsumojeni të freskët. Pasi gatuar shumë humbet pjesa më e madhe e antioksidantëve. 3. Karota, pastrojmë arteriet me ngjyrë. Karota përmban beta-karoten dhe fibra. Ul kolesterolin LDL. Forcon zemrën. Ndihmon në mbrojtjen kundër sëmundjeve kardiovaskulare. Këshill: karotat e prera si shkopinj për sallata ose të ziera lehtë janë më efektive. Frutat dhe perimet e kuqe, një mburojë natyrale. Domatet dhe specat e kuq janë të pasura me likopen dhe vitamins. Reduktojnë inflamacionin arterial. Forcojnë enët e gjakut dhe qarkullimin. Sekreti: likopeni aktivizohet më shumë kur domatet gatuhet pak me vaj ulliri. Përmbledhje e pjesës 2. Në këtë pjesë zbuluam frutat, mjedrat, boronicat, mollët, perimet, spinaçi, brokoli, karotat, domatet dhe specat e kuq. Të gjitha këto ushqime veprojnë si një mburojë natyrale, duke mbrojtur zemrën nga inflamacioni, kolesteroli i keq dhe presioni i lartë. Dritherat, farat dhe bishtajoret që forcojnë zemrën. Dritherat integrale, energjia që mbron arteriet. Dritherat integrale nuk janë thjesht burim energjie. Ato janë ushqimi që ruan elasticitetin e arterieve. Përmbajnë fibra të tretshme dhe të patretshme, vitamin B, minerale si magnez dhe zink, antioksidant që luftojnë inflamacionin. Dritherat më të fuqishme për zemrën. Tërshëra ul kolesterolin LDL dhe stabilizon sheqerin në gjak. Orizi kaf përmirëson presionin e gjakut dhe qarkullimin. Thekra dhe gruri i plot mbrojnë arteriet nga plakja e parakohshme. Këshill praktike: një porcion dritherash integrale në mëngjes është më shumë se një fillim i mirë. Është një mburojë e vërtet për zemrën. Farat paksa të vogla, por me fuqi të madhe. Farat janë të pasura me omega 3 bimore, fibra, minerale si magnezi, hekuri dhe zinku, fitosterole që ulin kolesterolin. Farat më të mira për zemrën. Farat e linit ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe triglicerideve.
Farat e chia pasurojnë trupin me omega-3 dhe fibra. Farat e susamit përmirësojnë qarkullimin dhe ulin tensionin. Këshill praktike. Shtoni një lugë fara në smoothie, sallat ose jogurt. Nuk ka nevojë për shumë fuqia, është në cilësi. Bishtajoret, proteina dhe fibra që mbrojnë zemrën. Bishtajoret përfshin fasule, therza, bizele. Ato janë proteina bimore me efekt kardioprotektiv. Ulën kolesterolin LDL dhe trigliceridet. Stabilizojnë sheqerin në gjak. Japin ndjesinë e ngopjes pa yndyra të dëmshme. Këshill praktike. Shtoni bishtajore në sallata, supa ose gatime tradicionale. Të pjekura ose të ziera lehtë janë më të shëndetshme. Ushqime të tjera anti-inflamatore dhe mbrojtëse për zemrën. Përveç dritherave, farave dhe bishtajoreve, disa ushqime natyrale. Avokado, yndyrë mono të pangopur që mbrojnë arteriet. Kakao e pastër përmirëson qarkullimin dhe ul presionin e gjakut. Çaji i jeshil, antioksidant të fuqishëm që parandalojnë oksidimin e kolesterolit. Sekreti. Kombinimi i ushqimeve të ndryshme natyrale ka efekt sinergjik, një dietë e larmishme është më e fuqishme se çdo suplement. Si ti konsumojmë këto ushqime në mënyrë praktike? Mëngjesi. Tërshëra me boronica, ara dhe faralini. Drek. Sallat me spinaq, domate, avokado dhe bishtajore. Dark. Peshk i yndyrshëm me brokoli dhe karota. Snacks. Moll ose ara, pa krip dhe sheqer të shtuar. Pije. Ujë, çaj jeshil ose një gotë lëng të freskët frutash. Ky plan i thjesht i ushqimit aktivizon çdo qelisë të trupit për të mbrojtur zemrën. Dritherat integrale. Elasticitet dhe mbrojtja arteriale. Farat, omega-3 dhe fibra anti-inflamatore. Bishtajoret, proteina bimore dhe stabilizues të kolesterolit. Ushqime të tjera, avokado, kakao, çaj jeshil. Të gjitha këto ushqime veprojnë në heshtje, duke ndihmuar zemrën të qëndrojë fortë dhe elastike për dekada. Erëzat, bimët mjekësore dhe ushqimet e detit që forcojnë zemrën. Erëzat dhe bimët mjekësore. Mburoja natyrale e zemrës. Shumë njerëz nuk e kuptojnë se erëzat dhe bimët mjekësore nuk janë vetëm për aromë. Ato janë barna natyrale që mbrojnë zemrën dhe arteriet. Përfitimet kryesore. Ulin inflamacion. Përmirësojnë qarkullimin. Stabilizojnë tensionin e gjakut. Parandalojnë oksidimin e kolesterolit LDL. Një hudra antibiotiku natyral i zemrës. Ul presionin e gjakut. Redukton kolesterolin dhe trigliceridet. Hollon gjakun dhe parandalon piksjet. Këshill praktike. Shtypni një 2 thelpinj hudre dhe lëreni të pushojë 10 minuta para se ta konsumoni. 2 xhenxhefili aktivizues i qarkullimit. Përmirëson qarkullimin e gjakut dhe elasticitetin e arterieve. Ka efekt anti-inflamator dhe antioksidant. Ndihmon në uljen e kolesterolit të keq dhe triglicerideve. Si ta konsumoni? Çaj xhenxhefili, smoothie ose shtoni në gatime të ndryshme. 3. Turmeriku, ari i artë për zemrën. Përmban kurkumin, një antioksidant dhe anti-inflamator të fuqishëm. Ul inflamacionin arterial dhe rrit elasticitetin e arterieve. Përmirëson funksionin e endotelit. Këshill praktike. Përdoreni në supa, sallata, smoothie ose si kurkum pluhur me pak piper të zi për thithjen optimale. 4. Borziloku dhe majdanozi, pastrues të arterieve. Rrisin qarkullimin e gjakut. Luftojnë oksidimin e kolesterolit. Forcojnë enet e gjakut dhe zvogëlojnë inflamacionin. Truku. Shtoni gjethet e freskëta në sallata ose si garnitur të gatimet e përditshme. Ushqimet e detit, burim omega-3 natyral. Peshqit dhe produktet detare janë thelbësore për shëndetin kardiovaskular. Peshqit e yndyrshëm. Salmon, skumbri, sardelet, toni. Burimi pasur i omega-3, P dhe DH. Ul trigliceridet, parandalon piksjen e gjakut dhe stabilizon ritmin e zemrës. Algat dhe ushqimet të tjera deti. Algat të thata ose të freskëta janë të pasura me minerale si jodi, magnezi dhe kaliumi. Forcojnë enët e gjakut dhe mbajnë tensionin në nivel të shëndetshëm. Ndihmojnë në balancimin e elektroliteve për zemrën. Këshill praktike. Konsumoni peshk 2-3 herë në javë dhe shtoni algat si suplement ose në sallata. Kombinime të fuqishme për zemër të shëndetshme. Disa kombinime ushqimesh janë veçanërisht efektive.
Hudra, vaj ulliri, limon për qarkullim të mirë dhe reduktim të inflamacionit. Xhenxhefil, turmerik, mjaltë për uljen e inflamacionit dhe përmirësimin e elasticitetit arterial. Peshk i yndyrshëm, sallat me spinaq dhe ara për një mbrojtje të plotë të zemrës. Sekreti, ushqimet e duhura kur kombinohen me mençuri, forcojnë zemrën më shumë se çdo ilaç pa recetë. Për mbledhje e pjesës 4. Erza dhe bimët mjekësore. Hudra, xhenxhefili, turmeriku, borziloku, majdanozi. Ushqimet e detit, peshqit e yndyrshëm dhe algat. Kombinime anti-inflamatore. Fuqizojnë zemrën dhe ruajnë elasticitetin e arterieve. Këto ushqime nuk janë thjesht të shijshme. Ato veprojnë si mburojë dhe ilaç natyral për zemrën, duke zvogëluar rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe duke përmirësuar cilësinë e jetës. Ushqimet që pastrojnë arteriet dhe lëngjet natyrale për zemër të fortë. Ushqimet që pastrojnë arteriet ndal rrezikun para se të ndodhë. Arteriet e bllokuara janë një nga arsyet kryesore për infarktet dhe goditjet në tru, por disa ushqime veprojnë si detergjent natyral, duke larguar depozitat e kolesterolit dhe parandalojnë inflamacionin. 1. Selino, mbrojtës natyral i arterieve. Përmban antioksidant dhe fitokimikate që reduktojnë oksidimin e kolesterolit. Përmirëson qarkullimin e gjakut. Ulin tensionin e gjakut. Këshill praktike. Konsumojeni të freskët në sallata ose si lëng të freskët. 2. Repka dhe perime me gjethe të gjelbërta. Përmbajnë nitrik oksid, që zgjeron arteriet dhe përmirëson qarkullimin. Redukton inflamacionin dhe rrezikun e mpiksjes së gjakut. Përmirëson elasticitetin arterial. Truku. Shtoni gjethet në smoothie, supa ose sallata për një efekt maksimal. 3. Specat e kuq dhe të verdhë. Likopeni dhe karotenoidet forcojnë muret arteriale. Ulën kolesterolin dhe parandalojnë oksidimin e LDL. Mbështesin shëndetin kardiovaskular në mënyrë të vazhdueshme. Këshill praktike. Konsumoni domate dhe speca të pjekura lehtë me pak vaj ulliri për thithjen e mirë të likopenit. Lëngjet natyrale dhe smoothies për zemër të fortë. Lëngjet dhe smoothies nuk janë thjesht të freskëta. Ato janë burime të përqendruara antioksidantësh dhe mineralesh që mbrojnë zemrën. Një lëngu i qershive. Redukton inflamacionin dhe kolesterolin LDL. Përmirëson ritmin e zemrës dhe qarkullimin e gjakut. Pastron arteriet në mënyrë natyrale. Këshill. Përdorni qershi të freskëta ose të ngrira, jo të ëmbëlsuara me sheqer. 2. Smoothie me spinaq, moll dhe fara lini. Spinaci, folat dhe magnezi. Molla. Fibra për uljen e kolesterolit. Farat e linit. Omega-3 bimore. Ky smoothie pastron arteriet dhe forcon zemrën, duke qenë një kombinim perfekt për mëngjes ose snack. 3. Lëngu i portokallit me karot dhe xhenxhefil. Vitamins nga portokalli. Beta karote nga karota. Xhenxhefili. Anti-inflamator dhe qarkullimi mirë. Truku. Një gotë çdo ditë ndihmon në uljen e inflamacionit dhe parandalimin e mpiksjes së gjakut. Strategjit praktike për një dietë të përditshme anti-inflamatore. Fillo mëngjesi me fibra dhe antioksidant. Tërshëra me fruta dhe ara. Smoothie me perime dhe fara. Drek me proteina të shëndetshme. Peshk i yndyrshëm, bishtajore dhe sallat gjethe. Snacks të zgjuara. Arat, farat, mollët, karotat. Darkë e lehtë dhe pasur me perime. Brokoli, spinaq, avokado, peshk i zier ose pjekur. Hidratim konstant me ujë dhe çaj jeshil. Minimalizoni pijet e gazuara dhe sheqernat e shtuar. Sekreti i suksesit, konsumi i përditshëm, jo i përkohshëm. Zemra respekton rutinën e mirë dhe ushqimin e qëndrueshëm. Përmbledhje e pjesës 5. Ushqime që pastrojnë arteriet. Selino, perime me gjethe të gjelbërta, speca të kuq dhe të verdhë. Lëngjet dhe smoothies. Qershi, smoothie spinaq moll fara lini. Lëng portokalli karot xhenxhefil. Strategji praktike. Mëngjes me fibra, proteina të shëndetshme, snacks natyrale, darka të lehta dhe hidratim. Këto hapa ndihmojnë zemrën të qëndrojë fort. Arteriet të pastrohen dhe rreziku i sëmundjeve kardiovaskulare të ulet ndjeshëm. Ushqimet që ulin tensionin dhe yndyrnat e shëndetshme për zemrën. Ushqimet që ulin tensionin e gjakut. Tensioni i lartë është një nga armiqtë kryesor të zemrës. Ai e detyron zemrën të punojë më shumë dhe shpejt dëmton arteriet.
por disa ushqime natyrale kanë efekt të fuqishëm në uljen e presionit. 1. Banania, kalium dhe balancim elektrolitësh. Kaliumi ndihmon në balancimin e natriumit në trup, duke ulur tensionin e gjakut. Konsumimi i rregullt i bananave ndihmon zemrën të qëndrojë qetë dhe arteriet të pastrohen. Këshill praktike. Një banane çdo ditë është një hap i vogël, por shumë i fuqishëm për presionin arterial. 2. Repka, spinaçi dhe lakra jeshile. Burimi nitrik oksidit, i cili zgjeron arteriet dhe lehtëson qarkullimin. Redukton tensionin e gjakut dhe rrit elasticitetin e mureve arteriale. Konsumimi i përditshëm parandalon dëmtimin kronik të arterieve. Truku. Konsumojini të freskëta në sallata ose në smoothie për efekt maksimal. 3. Hudra dhe xhenxhefili. Hudra ul presionin e gjakut dhe forcon enët e gjakut. Xhenxhefili përmirëson qarkullimin dhe ul inflamacionin. Bashk, ata krijojnë një kombinim të fuqishëm anti-hipertension. Këshill praktike. Shtoni hudrën dhe xhenxhefilin në gatime ose lëngje natyrale. Yndyrnat e shëndetshme, benzinë për zemrën. Jo të gjitha yndyrnat janë të dëmshme. Yndyrnat e duhura mbrojnë arteriet, forcojnë muskulin e zemrës dhe stabilizojnë kolesterolin. Një vaj i ullirit ekstra i virgjër. Yndyrë mono të pangopur. Antioksidant dhe polifenole që ulin inflamacionin. Forcon muret arteriale dhe parandalon oksidimin e LDL. 2. Avokado. Yndyrë e shëndetshme, fibra dhe kalium. Redukton kolesterolin dhe presionin. Forcon qarkullimin e gjakut. 3. Arrat, bajamet dhe farat. Omega-3 bimore dhe antioksidant. Forcojnë enët e gjakut. Ndihmojnë zemrën të qëndrojë fort dhe e shëndetshme. Truku. Një grusht arra çdo ditë është më shumë se një vitamin për zemrën. Superfrutat dhe perimet e ralla që forcojnë qarkullimin. 1. Granata mburoj antioksidante. Redukton inflamacionin dhe presionin. Përmirëson qarkullimin e gjakut. Parandalon oksidimin e kolesterolit. 2. Çokolata e zezë, 70 i kakao ose më shumë. Flavonoidet e saj rrisin qarkullimin e gjakut dhe elasticitetin e arterieve. Konsumimi i moderuar ndihmon në uljen e presionit dhe mbrojtjen e zemrës. 3. Speca të kuq dhe të gjelbër. Përmirësojnë qarkullimin dhe reduktojnë tensionin. Burimi i karotenoideve dhe vitaminës. Forcojnë enët dhe ulin inflamacionin. Kombinime të fuqishme për presion dhe shëndet kardiovaskular. Smoothie banane, spinaq, avokado, ul presionin dhe rrit kaliumin. Salat me hudhër, avokado dhe ara, balancim optimal i yndyrnave dhe antioksidantëve. Granata, çokoladë zezë, boronica, qarkullimi përmirësuar dhe mbrojtje antiinflamatore. Sekreti. Kombinimi i yndyrnave të shëndetshme me frutat dhe perimet e pasura me antioksidant krijon efekt sinergjik, që rrit fuqinë mbrojtëse për zemrën. Përmbledhje e pjesës 6. Ushqime që ulin tensionin, banane, spinaq, hudra, xhenxhefili. Yndyrnat e shëndetshme. Vaj ulliri, avokado, arrat dhe farat. Superfrutat dhe perimet e ralla. Granata, çokolata e zezë, speca të kuq dhe të gjelbër. Kombinime strategjike. Smoothie dhe sallata që kombinojnë fibra, antioksidant dhe yndyrna të shëndetshme. Këto ushqime dhe kombinime ndihmojnë zemrën të punojë lehtësisht. Arteriet të jenë elastike dhe tensioni i gjakut i balancuar. Lufta kundër inflamacionit dhe mpiksjes së gjakut, inflamacioni kronik. Armiku i heshtur i zemrës. Inflamacioni kronik është një nga faktorët kryesor që dëmton arteriet dhe shkakton sëmundje kardiovaskulare. Ai mund të ndodhë pa simptoma, por ushqimet e duhura mund ta ndalin këtë proces. Ushqimet më të fuqishme antiinflamatore. Turmeriku. Përmban kurkumin, një antioksidant dhe antiinflamator i fuqishëm. Redukton inflamacionin në arterie dhe parandalon dëmtimin e zemrës. Xhenxhefili. Përmirëson qarkullimin. Lufton inflamacionin dhe mpiksjen e gjakut. Përdoret lehtë në çaj, smoothie ose gatime të ndryshme. Hudra dhe qepa. Ulin inflamacionin dhe kolesterolin. Parandalojnë mpiksjen dhe forcojnë enët e gjakut. Boronicat, mjedrat dhe frutat e kuqe. Burim i pasur i flavonoideve. Reduktojnë inflamacionin dhe oksidimin e kolesterolit. Sekreti. Konsumi i përditshëm i këtyre ushqimeve krijon një mburojë antiinflamatore natyrale. Parandalimi i mpiksjes së gjakut.
Mpiksja e gjakut është një nga shkaqet kryesore të infarktit dhe goditjeve në tru. Ushqimet që hollojnë gjakun dhe parandalojnë mpiksjet janë jetike. Ushqimet më të fuqishme për këtë qëllim: peshqit e yndyrshëm, salmon, skumbri, sardelet. Omega-3 ulin mpiksjen dhe përmirësojnë qarkullimin. Hudra hollon gjakun natyrshëm, parandalon gjitjen e trombociteve dhe forcon enët e gjakut. Arrat dhe farat e linit, omega-3 bimore dhe antioksidant, reduktojnë inflamacionin dhe mpiksjen. Çaji i jeshil dhe kakao e zezë përmirësojnë qarkullimin e gjakut, ulin oksidimin e kolesterolit LDL. Këshill praktike: konsumoni lëngje natyrale me hudhër, smoothie me fara lini dhe çaj jeshil për efekt maksimal. Menu e thjesht ditore anti-inflamatore. Mëngjesi: smoothie me spinaq, moll, fara lini dhe xhenxhefil. Një lugë çaj turmerik i shtuar tek tërshëra ose kos. Dreka: sallat me spinaq, avokado, hudhër, speca të kuq dhe peshk i yndyrshëm. Një gotë lëng qershie ose portokalli, karot, xhenxhefil. Një grusht arra ose bajame. Çaj jeshil ose një copë çokollatë e zezë, 70 i kakao. Darka: brokoli dhe karota të ziera ose në avull. Bishtajore, fasule, thjerza me vaj ulliri ekstra të virgjër. Sekreti i suksesit: kombinimi i antioksidantëve, yndyrnave të shëndetshme dhe fibrave në çdo vakt ndihmon zemrën të qëndrojë fort dhe arteriet të jenë të pastërta.